Mirëmëngjes Shqipëri, ku jemi këtu me parashikime të detajuara dhe jo vetëm, ndikimi më i madh që ndodh për sa i përket kësaj dite të premte dhe kësaj fundjavë, çfarë na pret dhe çfarë neve duhet të bëjmë. Kujdes, është një nga ditët të më të mira sepse sjell me vete një ndikim shumë të fortë pikërisht kjo ditë, me thekse me kontaktet tona, pasi ka një harmoni të madhe planetare, Hana do jetë në dem gjatë gjithë ditës që do të formojë një jashtkëndësh me diellin në gafore, ku na mëson shumë gjëra dhe menjëherë pas në orën 10 një jashtkëndësh me Mërkurin në retrograd, këndë që rrisin vetbesimin ton, rritin të ndikimin ton, takime dhe bisedime, çështje të rëndësishme që vinë në anën ton, por edhe bashkëpunimet që janë mjaft perfekte. Përveç kësaj kemi dhe afërditën në Virgjëresh ku na ndikon në lidhje me punën dhe me karrierë, me para. Kjo e shtuna dhe kjo e diel ka ndikime këto 3 ditë, bëni diçka si ka për t'ia vlejtur. Por çfarë mund të bëjmë, Jorgo, në lidhje me punën, lidhje me takime, bisedime, lidhje me udhëtimet? Me udhëtimet nuk do ta thosha shumë sepse mund ta marrim për shembull pushimet verore, po pse jo, edhe pushimet do të bëjmë, se do të qetësohemi disi. Por në çështjet e tjera që kanë bëjnë me punën dhe karrierën, mos e humbisni. Dita e sotme është nga ditët më të mira, më favoritet, unë do ta thosha në lidhje me punën dhe karrierën, sepse ka të bëjnë shumë në çështjet e ndikimeve të mëdha dhe disa bisedime shumë të rëndësishme, çështjet ligjore, sepse ndikojnë shumë. Ato që kanë të bëjnë është një nga ndryshimet më të mëdha që ndodh nganjëherë në aspektin planetar, sepse kemi ndikimin mjaft të afërditës, që afërdita e dim që është planeti i dashurisë, i dhemshurisë dhe i ekonomisë, që ndodhet në një shenjë toke, në një shenjë që nuk pranon gabime dhe është mjaft ndikuese në Virgjëresh. Por gjithashtu ka të bëjnë me shenjat e tokës, është një nga ndikimet më të mëdha kanë bëjnë të shenjës së demit, kur demi ka një mundësi shumë të mirë në disa problematika në punën e vet, në rolin drejtues, që do ta zgjidhë si problem, apo ata që kanë grada, apo ata që kanë pasur probleme në dokumentacione, me dashje pa dashje, i kanë bërë disa gabime. Takimet bëjeni sot, nesër pas nesër, është një nga periudhat më të arta që mund themi, është një nga periudhat më të mira nëse duam të nisim diçka, dhe kjo ka një vlerë shumë të madhe. E kemi thënë sepse muaji korrik është muaj i vështërsive, por dhe i ëmbëlsirave të mëdha që vinë pa pritmas, por na ndihmon në lidhje me çështje të lëna pezull, të mbyllim nga e kaluara dhe kemi një rrugë shumë të mbarë në vazhdimsi më pas. Nëse neve nuk i vëmë re dhe e lëmë pas dore, atëherë është pak problem, prandaj kërkohet kujdes. Sidomos edhe gjithashtu ka të bëjnë shenja e ndikimit të madh, që do thotë Virgjëresha. Virgjëresha nga njëra anë na mundson dhe shumë gjëra, se kemi dhe ndikimin e afërditës, guvernatorin e demit në këtë shenjë, ku do të mësojmë shumë gjëra mbi pronat, mbi takimet, mbi dokumentacioneve, kadastrat, që janë gjitha çështjet e tilla të lëna pas dore, jo, por ndikime që janë disa vonesa, por dhe kjo ndikohet jashtëmase dhe problematika që kanë bëjnë. Mbritësapët gjithashtu me udhëtimet, me bisedimet, një çështje shumë e rëndësishme për stabilizimin e së ardhmes që është sot. Prandaj, pikërisht kemi këtë periudhë, është periudha më e artë e mundshme. Le të hedhim një sy busullës astrologjike, sepse ajo e ka fajin që na mëson këto gjëra që unë ju them. Ja ku jemi këtu. Kjo është busulla që të kuptojmë astrologji. E vetmja në Shqipëri dhe ndikimet që kanë bënë që shpjegimi që ndodh dhe bëhet, ju e keni parë dhe vetani. Pra, duke shpjeguar këtë, atëherë dim se çfarë bëjmë dhe dim ku shkojmë. Mund të flasim gjatë gjithë ditës së sotme. Dita e sotme dhe 2 ditët që do vinë, do pasojnë në fundjavë, ka një ndikim, pra kemi hënën në dem. Ja pra ku është hëna në dem që na ofron, na jep, na sinjalizon shumë gjëra. Kemi mes qiellorin në këtë shenjë që do thotë atë që unë dua ta bëj e bëj mirë, do ta nis sot. Pse jo? Nuk do të thotë fundjavë se ditë zotet janë gjitha, por është pikërisht kjo ditë është shumë e mirë, dita e premte, është dita e afërditës, është dita e mundësive dhe e karrierës. Kemi gjithashtu një ndikim shumë të madh, sepse kemi ndikimin e Virgjëreshës. Po të shikoni Virgjëreshën, pra, afërdita, ja ku është afërdita, sa është futur në Virgjëresh, pra kjo na dikton jashtëmase shumë gjëra. Pra kur thot Jorgo diçka në lidhje me planetet ose disa gjëra që flitet se po sikur nëse mbase, nuk ka nëse mbase po sikur, por ka kjo ku ndodhet, çfarë bën, çfarë na jep. Na jep mundësinë të ecim përpara. Mos të dëgjojmë çfarë thot dynjaja, por çfarë themi vetë dhe të ecim me këmbët tona dhe jo me këmbët e botës. Dhe të dëgjojmë i qenë veta dhe të bëjmë
atë që di më mirë ta bëjmë vetë. Dhe kjo do thotë një ndikim shumë i madh. Shkojmë tek ndikimi i bricapëve. Qoftë te bricapët kanë një kuptim mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e bërë e realizuar me shumë gjëra të tjera, sepse na ndikon me Plutoni që është ndikimi i pasurisë palushme, ndikimi i gjërave të mëdha që ka të bëjnë, por kemi gjithashtu edhe një mundësi të artë, sepse duke pasur parasysh të gjitha shenjat dhe ndikimet që kanë bënë, sepse mos harrojmë se shenjat e zjarrit gjithashtu me Saturnin dhe me Neptunin që është në këtë shenjë, do të thotë momente, do të thotë kohë dhe realitet. Ke shenjat e ajrit që kemi atje, po shikojmë Uranin, kemi Marsin, kemi dhe fatin, shansin, që do të ndryshojnë shumë gjëra në anën tonë. Por gjithashtu tek shqiptarët kemi mundësinë dhe kohën e duhur për ndryshime të mëdha që vijnë. Por le të hedhim një sy më në brendësi çfarë na mësojnë dhe ku duhet bëjmë kujdes mbi çështjet që ndodhen për ditën e sotme, nesër dhe të dielën. E fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimit të madh dhe e mundësive të mëdha që kemi tani e tutje. Edhe pse me pak vështirësi, edhe pse keni vuajtur shumë, por keni gjetur veten tuaj, punën tuaj dhe drejt së ardhmes, që kjo do të thotë shenja e dashit. Për ju të kësaj shenje jeni në anën më të mirë të historisë, do thosha, dhe të gjitha shenjat pak a shumë përfitojmë. Po të dini miqtë e mi se sa ndikime ka kjo ditë, atë do thonë me vërtet o Jorgo do vete trokas diku ose unë kam vajtur çdo ditë xhanën, po s'kam gjetur as i zgjidhje. Po shkoj një herë sot kot, ta shikoj. Po ja pra kur do të hapen dyert, sepse jo për arsyen që juve nuk shkoni, nuk bëni, por vjen ora. Ora ka ardhur. Prandaj e themi ngadonjëherë, kur themi jep diçka që Zoti ta bie riskun tek dera, por duhet ngrihesh vetë ta marrësh, ka ardhur edhe mund të ngrihesh. Ka një ndikim shumë të madh. Ngadonjëherë neve nisemi për shumë gjëra dhe s'marrim asgjë. Që i thoni fjale, jep Zoti bereqetin, por të merr drejtëthesin. Në këtë rast është ndikimi më i madh, sepse duhet të trokasim, të nisim diçka sepse ja vlen. Ja vlen baraqiran të lodhemi, sepse është lodhje e kënaqshme. Gjërat që do të ndikojnë ditën e sotme, nga ora 9 deri në orën 14 e 10, që kemi mundësi të trokasim për problematikat. Sepse dita e sotme do shquhet shumë për ndryshime. Sot bëhen planet, kush do lëvizi nga puna, kush do qëndroj, kush do rritet në rol drejtues, probleme që kanë pasur me çështjet me ligjin, që kanë firmosur dashje pa dashje, keni kohën për të zgjidhur. Sepse do hapen dosje të mëdha. Dosje të mëdha do të thotë në lidhje me çështjet që kanë bënë me ndikime dhe ndryshime të mëdha që vijnë drejt gjërave dhe mundësive të arta. Për ata që janë me grada, për ata që kanë pasur çështje të mbartura nga e kaluara. Është një kohë shumë e përshtatshme sepse do t'ju trokasin dhe të tretët, që thonë hajde të gjejmë një zgjidhje, mos shkojmë në tutje, sepse është një diçka që djeg dhe përvolon. Por meqense kemi këtë kohë, ka filluar që shpardjeçën, por këto 3 ditë janë ditët më të mira për çdo person dhe nga më lartë deri në fund, pra në dysheme, të gjithë njerëzit kanë mundësinë dhe kohën që t'i zgjidhin gjërat që duan. Sepse juve të kësaj shenje e keni mundësinë, sepse dashi gjithmonë ka qenë i lakuar, ka qenë i ndikuar në punë, në familje, në njerëz të ndryshëm, që ka pasur për tani erdhi momenti. Erdhi koha e gëzimit, erdhi koha e mundësive dhe është jashtë çdo gjëje se nuk e pranon mashtrimin. Dhe kjo është diçka shumë e madhe për juve miqtë e mi të dashur, e keni kohën tuaj. Prandaj bini pas, mos marrini pas dore. Në fushën e dashurisë keni një ndikim shumë të madh, sepse e prisni me padurim, por koha është e limituar për juve. Prandaj shikojeni pak, mos marrini pas dore, ka ndikime shumë të mira, sidomos dash ujor, dash të diçit të tretë. Ka një ndikim shumë të mirë dhe bashkim familjar, ose juve jeni në diasporë me shqiptar të diçit parë, keni një mundësi shumë të mirë, bini pas se do më kujtoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që stabilizon, rregullon, starton në ekonomi, në punë dhe në dashurinë e munguar, që këta janë të shenjës së demit. Mund thoni që ku mund të bazohesh, Jorgo, që në dashurinë e munguar? Po, një gjë që themi duhet të argumentojmë. Argumenti është që guvernatori i demit, që është Afërdita, ndodhet në Virgjëresh, në një shenjë toke, që është shoku, miku, mikja, ndikimi, favorizimi, ekonomia dhe jo vetë. Nëse neve nisim diçka, ose kemi probleme me punën tonë, kemi një biznes, dhe kjo nuk ecën mirë. Ky biznes ose kjo punë, çfarë mund të bëjmë? Rishikojmë ku kemi gabuar. Dhe gjërat që bëjmë, i marrim shtruar. Nuk flasim për çfarë ndodh në ato moment, por mundohemi ta mbyllim vetë. Dhe nëse neve e mbyllim vetë, apo nuk duhet që të kalojmë cakun e gjërave që neve flasim me njëri tjetrin, sepse na prishet ekuilibri. Kur nuk i dalim përpara fatit, dhe le të vi vetë, sepse është njësoj si në pemë frutin, është më mirë të bjerë në tokë, s'ta këpusësh pa u bërë.
ka diçka shumë të madhe në natyrë, në njerëzik, në njerëzillëk, në gjërat e tjera dhe shumë gjëra të tjera do të kenë mundësinë kohën tani. Bini pas se do më kujtoni keni shumë gjëra për të para atje se është edhe koha më e mirë e mundshme. Në lidhje me anën ekonomike financiare, ka një moment mjaft pozitiv, sepse juve keni mundësinë, keni kohën dhe dhëmshurinë. Një dashuri e munguar duket se nga një udhëtim, por juve që keni pas një ndarje dhe mund gjenit rrugë përbashkët. Dhe nëse prisni një pasardhës, ditë e sotme shuhet shumë. Nesër dhe pas nesër sidomos takime vetëm për vetëm me njëri tjetrin dhe personin që keni përballë, sepse do të gjeni zgjidhje në atë që vë kërkoni. Lidhjet afatgjatë që janë me ujor dhe me luan të dhjetë të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet ka shumë ndikime për disa pezullime, për disa padrejtësi, për disa që ka të bëjnë me punën dhe koha e hyer, idealja që është sot dhe nesër pas nesër, ta janë binjakët. Binjakët e dashur duket se kjo periudhë është periudha me art. Ekonomia, stabilizimi, disa takime që po bëni, por nuk po gjeni zgjidhje. Puna që juve punoni nuk dalin, vjen fundi muajit, llogarisni dhe lekë të shkoqura. Arsyeja, po, punoni shumë, do të gjeni rrugëzgjidhje se vjen një moment ku aty ku flisni dhe bëni për llogaritje, hapen qie dhe dëgjojnë, por duhet të dëgjojnë dhe ne ama. Në këtë drejtim do të dalë një mundësi që juve ta keni dhe gjeni dhe kohën e dur që të vinë një burim të ardhurash, burim të dyta. Dhe kjo është momenti dhe koha është më ideale që ndonjëherë. Prandaj, shikojeni në detaje, sepse është një mundësi e artë mbi atë çka bëni dhe çka realizoni. Dhe ristartoni, sepse koha tregon që është momenti juaj. Nesër, në drek, është një mundësi nga një udhëtim që do të bëni, një udhëtim i shkurtër, por në anë të tjera do gëzoni shumë, sepse diçka po prisni atje. Dita e diel është dita e diellit. Dita e diellit paraditja është një nga mundësitë më të arta për ju, që është e binjakëve, sepse duhet të nisni diçka shumë të mirë dhe tepër pozitive. Prandaj, dhe në ndikimin që keni me punën tuaj ose me karrierën tuaj, është momenti më i mirë dhe më pozitivi. Bini pas për shumë gjëra dhe ndryshime që do të keni, është një moment më ideal në çdo aspekt tuaj. Pikërisht, to 3 ditë ka një vlerë të madhe nëse do ta thoshe që për gjithë vitin pse do ishte kaq e mirë. Radhitja planetare, koha dhe pozitiviteti që ndodh sot nesër pas nesër nuk ka ndodhur dhe mund të ndodhi në kohra të ndryshme, por jo të zgjatur. Kjo është koha që t'jep mundësinë ti të vazhdosh të shikosh drejt dhe pastër. Dashuria, duket se me virgjëresht edhe dishit parë, me peshk të dishit tret është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet lodhet shumë. Vërtet ka pasur shumë çështje problematike të lëna pezull. Momenti, koha ka ardhur për të zgjidhur shumë probleme dhe jo vetëm, dhe disa surpriza që mund të keni për ditën e sotme dhe të befasueshme, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me një çështje tregtie apo diçka të blerje që do të bëni, dhe kjo do thotë në anën e kreditimit dhe të mundësive të arta të familjes dhe të kohës së duhur për nisma të reja, që kjo do thotë shenja e gaforeve. Për juve të shenjës e gaforeve, duket se keni mundësinë, keni kohën, është koha e artë për juve. Po të mbani mend në shkurt të 2026 dhe në fund të marsit, duke u futur muaj prill, problematikat nga më të ndryshme dhe meraku sikleti si goldia për gjërat që keni pasur, me punën, me biznesin, me karrierën, role drejtuese, kontrole të njëpasnjëshme, në çështjet të lëna pezull ekonomike, tatime të kudiun gjërat së natyre. Vjen një moment tani që ka filluar në 14 qershor dhe zgjat deri në 14 korrik, kjo ka indikim dhe 4 ditë akoma, ku do të shikoni ku duhet të mbyllni çështjet e së shkuarës dhe ku doni të esni përpara. Dita e sotme, e gjithë dita është mjaft favorite për juve të shenjës së gaforeve dhe mundësi të arta në familje. Nëse jeni gati, ose juve të palidhurit, keni një njohje dhe doni me shpirtin tuaj, ta keni në familjen tuaj, ta keni në të ardhmen tuaj, kjo të keni një udhëtim për jetën tuaj, është koha tani, kjo të flisni më qartë. Por juve që keni një njohje ta ktheni lidhje serioze ose të hapni pak rrethin shoqëror dhe në familjet e juaja, të dashurës apo të dashurit tuaj. Është një kohë shumë e mirë sepse do bin dakord në ujdi, kur deri pardje mund të ishte pamundur të bisedonit, sepse mund mos të pranonin të dashurën apo të dashurën tuaj.
të mos doni që juve të bisedoni për këtë çështje, por tani janë të hapur, janë krah hapur, zemër gjerë, në drejtime dhe ndikime, në diskutime që do të bëhen, dhe jo vetëm kaq, por ka diçka të shtunën dhe të dielën, që është një diçka shumë fantastike, një diçka shumë e madhe në lidhje me punën. Por një gjë do t'ju thotë Jorgo në lidhje me punën aktuale. Do të keni një ndikim shumë të madh dhe një ofertë që do të jetë një ofertë që duket në pamje të parë shumë surprizuese. Duket në pamje të parë që juve aty ku jeni merrni 5 lekë, aty do merrni 15 lekë. Imagjinoni pak, qëndroni një minutë dhe shikojeni që si ka mundësi 3 fishti asaj që unë po marr, dhe këta e pasën shumë të domosdoshme. E kanë të domosdoshme se duke ditur që juve të shenjës sekaforës punoni shumë, juve dini shumë mirë çfarë bëni, dhe duke parë rezultatet që juve keni, dhe ata e kanë të domosdoshme, e ëndrrojnë një punonjës, një person që mund të drejtojë një firmë e kështu me radhë. Kujdes, lëreni për një moment tjetër, i thoni ndoshta do bashkëpunojmë, por mos hikni nga aty ku jeni, se do keni shumë probleme më vonë, sepse pikërisht të ditë, atëherë vjen fjala që jep Zoti bereqetet që merr drejtëthesin, sepse juve ikni për një diçka më mirë, shkatroni anën atje, lini këtë pa marrë, edhe kështu me radhë, gjërat janë mjaft ndikime dhe në mjegull pastaj, dhe nuk mund të nxirrni gjëra që do të doni të ishit mirë në ekonomi. Prandaj mundoni që t'jeni korrekt me veten tuaj, korrekt me atë çka keni, sepse po të kuptoni pak më mbrapa ku keni qenë në vështirësi, aty ku punoni, ndihmesa që keni marrë nga aty, ajo është baza edhe korrektja. Në çështjet e dashurisë, juve të kësaj shenje duket se me bricap të edishit parë, me akrep të edishit tret, është diçka mjaft pozitive. Do shkojmë te një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që mundoni shumë, kërkoni shumë, ndryshoni gjërat të mëdha në ekonomi dhe favorizime. Pak të mërzitur keni qenë këto 2-3 ditë, por kjo është kalimtare, sepse lajmet që do të merrni janë lajme të mira, por do lodheni pak më tepër në vazhdimsi, sepse dita e sotme dhe nesër pas nesër keni shumë angazhime, sidomos të shtunën, angazhime shumë mëdha, jo për arsye pushimesh, por për arsye ndryshimesh dhe punë që keni në dorë juve, që kjo e ka emrin Luani. Për Luanët mund të them shumë gjëra, mbi ndryshimin që ka ose mbi atë çka kemi ose çka ne realizojmë, kuptojmë dhe mundsojmë. Dita e sotme, mbas orës 16, shikoni gjërat në detaje, sepse disa plane që keni, nuk diskutojnë plane afat gjatë, por mbajeni mënjan dhe mbylleni në kasafort një bisedë që është bërë para disa ditëve. Se nëse ju e flisni me dikë, ose flisni sot për sot në kafe, nesër është në gjithë rrjetet sociale. Prandaj do të keni shumë kujdes. Një biseda që bëhen, sepse ditë e sotme sjell dashurinë, lumturinë, gëzimin, kënaqësinë, ëmbëlsirën, po të jep dhe të hidhurën në fund, nëse nuk je i gatshëm, ti je i përgatitur, të mbrosh atë që thua, të argumentosh dhe shumë gjëra të tjera, pastaj ka belare mas belaje. Prandaj më mirë të qetë, më mirë pe gjë s'pas gjë, di gjë di shumë, por nuk mund të flas. Ana tjetër, mban gjërat aty ku duhet. Mban një ekuilibër. Sepse gjërat e mira fliten avash. Prandaj duhet pasur kujdes në ato çka themi. Mundësi dhe koha e duhur është tani. Sepse juve e keni momentin, keni kohën për zgjidhur çdo lloj problemi në punën tuaj. Në fushën e dashurisë, duket se me dëmt të edishit parë, shigjetarët e edishit tërë, grindeni juve, po janë grindje dashurie. Me njëri tjetrin mund mos bëni, po pa njëri tjetrin nuk jetoni me firmë me Vul Jorgopulla. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku flitet, stërflitet, ka filluar qyshdije, me ndryshime të mëdha, me ndikime, me ku diun, që këtë do thot Virgjeresha. Virgjeresha dashura, me qenë se juve jeni në një qetësi përpara stuhisë. Po çfarë ndodh? Në shumë të raste, për personat që janë në rol drejtues, për njerëzit që janë në krye të diçkaje apo gjithçkaje, duhet të keni kujdes. Shikoni germat e imta. Nëse keni një vit ose 2 vjet në një post pune, supozojmë ne, dhe doni që të bëni disa rregullime, dhe keni një problem shumë të madh sepse tjetri e kërkon dhe juve se jepni dot. Diçka që të tretët apo njerëzit huaj, në thonjsa jo të zyrës, jo kanë thënë dikur që po mund të ndihmoj, nuk e diskutoj, firmose më Jorgo se nuk ka problem kjo gjë. Dhe ju e firmos në mirëbesimi që e tha Jorgo, apo e tha Filani, apo Fisteku. Dhe në kohën që vjen ndikimi i rishikimeve, atëherë nuk pyetet Jorgo më apo Filani apo Fisteku, po juve që është firma dhe vula juaj.
Kujdes për juve që jeni në vende kyçe, jeni në grada, jeni në banka, në dogana, ku diun, pak vëmendje më tepër. Në dokumentacione, në gjëra që keni, merrini avash. Sepse atëherë jeni në kohën tuaj. Është shumë e kollajt rruga që është autostradë me 6 korsi, është shumë e vështirë rruga që është me kthesa, në Kesa e Krabës, por ajo që është me Kesa e Krabës, në intuitën ton ecim avash. Jo ecim avash të nxitojmë, por është frika që ruan në brenda, në kthesa të mëdha. Por më mirë të kjo që e dim dhe i mbrohemi, se sa e kemi të lirë dhe ikim me 200. Duhet pasur shumë kujdes. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, kjo varet në individ pasur kur ndodhin fenomen ose kur ka ndodhur. Në këtë drejtim, në anën e dashurisë, bashkim familjar, dokumentacione, duket se virgjëresh binjak, virgjëresh shigjetar është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet starton dhe mundëson disa gjëra mbi ndikimet, favorizimet dhe mundësitë. Por një çështje gjyqësore do ketë shtyrje, mos mu shqetësoni për këtë, sepse është çështje kohe për arsye të punës, për arsye të gjërave të mëdha që vijnë. Që kjo do thot shenja e peshoreve. Për peshoret duket se tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, sepse duket disa gjëra janë në favorin tuaj dhe jo problematike për arsye të punës suaj, për karrierën flitet shumë, dhe është një nga momentet më të arta në ekonomi, sepse do t'ju ofrohet një çështje pune në të njëjtën punë që bëni. Dhe atë jo që do bëni juve, lëreni më mirë ta lini për një kohë tjetër dhe jo këtë fundjavë, sepse kjo dita e sotme dhe shtuna dhe diela, vërtet ka diçka shumë të madhe në brendësitë vet, ka disa gjëra të befasueshme sepse gjithmonë ndikimet që kanë bëjnë dhe gjërat të befasueshme janë më të mirat për momentin, sepse u japin mundësi dhe kohën për zgjidhur çdo gjë. Ekonomia është baza, është fillimi, rrënjë të forta dhe themele të forta, mbi 9 ballsh mund të durojnë. Kjo do thot punë, kjo do thot stabilizim, kjo do thot korrektësi. Dhe juve i keni këto 3 gjëra kryesore. Dhe e shtuna dhe e diela, edhe pse të dielën do keni disa lëvizje. Një shitje që do bëni të dielën juve, e keni në plan, domethënë do të shisni një objekt, një pasuriparisht makina, ku diun, por është në kohën tuaj. Dhe momentet janë shumë të mira. Dita e shtunë mund të blejmë diçka të përdorur, sepse është ndikimi i Saturnit, Saturni të jep mundësinë që thotë po, kjo është e mundur dhe pse jo, mund të realizojmë dhe të bëjmë atë që dua. Çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dash është idealja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft rrezatuese dhe mundësi të arta që kjo do thotë shenja e akrepëve. Për akrepët duket se kanë mundësinë dhe kohën e duhur tani. Në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime, dhe di që i dytë njerë, po. Ka diçka shumë madhe në pasurit paluajtshme. Një çështje ligjore që për ditën e sotme bisedohet, jeni në rrugë të mbar, një takim që do të bëni me një institucion shumë të rëndësishëm dhe kjo mund të marrë zgjidhje brenda këtyre ditëve duke filluar nga dita e sotme dhe bisedime që mund bëhen dhe nesër dhe pas nesër, është kohë shumë e mirë, tepër pozitive, sepse një kafe pa sheqer ju bën mirë dhe zgjidhi problemin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Luan është idealja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që mund të kemi ndikime dhe favorizime shumë të mëdha mbi atë çka kemi, sepse dim të argumentojmë. Kjo do thotë virgjëre, shigjetari. Për shigjetarët kanë ndikim shumë mirë dhe bashkëpunime. Bashkëpunime kanë me virgjëreshën. Sepse virgjëresha, ndikimi i afërditës në këtë shenjë u jep mundësinë dhe kohën. Prandaj një shenjë zjarri me shenjë toke, shikojeni se ka për t'ia vlejtur. Dhe ndikimet më të mira që kanë bëjnë në fushën e punës dhe të karrierës, kjo është nga momentet më të arta dhe më pozitive. Një çështje që kanë bëjnë me disa para për të marrë, po mund t'i merrni sot. Sot nga dreka. Po, e prisni edhe këtë gjë. Kurse në çështjet që kanë bëjnë me bisedime të rëndësishme, është ndikimet në fushën e dashurisë. Kjo do thotë me peshore, me Luan të 10 të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë toke tani, tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft në pozicionin më të mirë të mundshëm, që do thotë britsjapi. Për britsjapët, shenjë toke, afërdita në ndikimin më të madh në virgjëresh. Prandaj rishikoni gjërat. Me ekonominë keni pak juve si jeni në dilemë në fakt, sepse disa çështje pune, disa gjëra që nuk po vinë aty ku duhet, por keni kohën tuaj. Është momenti juaj më i mirë i mundshëm sot, nesër dhe pasnesër. Zgjidhni problemet që keni. Çështje shpirtërore me peshore është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek një shenjë ajri, që do thotë ujori.
Me ujorët duket se kanë disa mundësi të artë ekonomike, financiare, biznesi, karriere dhe jo vetëm, është një moment mjaft ndikues, rrezatues në ato që bëni. Por edhe pse do të shikoni shumë gjëra, jeni pak të mërzitur për punën, për karrierën, lodhjet e iskashme, por do t'ja vlej. Çështja shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me gafore, është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet simbolizon të ardhmen sot, ndikimi më i mirë dhe më pozitiv sot, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se kanë dy mundësi të arta, çështje ekonomike, lëvizje nga i vend pune që jeni dhe do shkoni në profilin tuaj, rol drejtues. Do lodheni shumë. Do dëshironi ta bëni këtë, do thoni, pa mirë, hajde lese do ta shikojnë në lidhje me ekonominë. Po, është mjaft pozitive, është dhe korrekte nga ana juaj. Dita e sotme është shumë e mirë për bërë takime 12 me 14, morë gjithë orët janë të mira, po kjo është çik më e mirë për çdo shenjë. Ka ndikime shumë të mira në këtë orë. Kurse e përgjithshmja ka një ndikim fantastik të shtunë dhe të diel. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite të premte, kësaj dite të rëndësishme. Dhe mos harroni se dita e sotme, nesër dhe pas nesër është perfekte, por rishikomi përsëri për ditën e hënë me surprizat e radhës. Nga unë, Jorgo Pulla, juroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.